Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV, jemi këtë të martë me emisionin Kuvend për të sjellë një event të thjesht, por interesant. Dhe bëhet fjalë për 75 vjetorin e një prej rapsodëve më ikonik, jo vetëm të Mirditës, dhe të ansamblit Mirdita, por edhe të Shqipërisë veriut. Një rapsod që ka një trashëgimi në skenë prej 60 viteve, Nikol Preqi. Mua më ftoi atje në këtë ditëlindje dhe me të drejtë kur pash gjithë atë që ishte përgatit, mendova pse jo, raste të tilla që janë të shënuara për jetën e një rapsodi, jo vetëm po trashëgimisë kulturore, një zonë të caktuar, pse jo të mos i sjell. Mund të jem edhe një event tjetër dhe absolutisht do merrja përsipër që në mënyrë thjesht të bëj regjizurën e këtyre. Dhe unë i kam bërë regjizurën asaj ditëlindje, duke folur për aktivitetin 60 vjeçar në skenë të një rapsodi, sidomos për këngën Maj Krau. Këngën Maj Krau që ka ushtruar që i vogël. Po e fillon aktivitetin e tij fëmijë, edhe kënga vetë ka qesh i vogël sot u rrita, dhe për të vazhduar deri në gjithë festivalet e Gjirokastrës, për që një rapsod tipologjik shumë i veçantë, dhe për këtë arsye ai është vlerësuar dhe me titullin e lartë Mjeshtër i Madh. Ju do të ndiqni këtë ditëlindje jo thjesht sepse ka aspektin familjar, është përtej kësaj. Ndaj e them edhe një herë që kam bërë regjizurën, kam sjell përshkrimet në hyrje, pjesë pas pjese të këtij gëzimi familjar, por unë e quaj një gëzim të gjithë familjes artistike për ta përcjell edhe për teleshikuesin e Akrolis TV përmes emisionit ton në Kuvend. Ndiqni 75 vjetorin e rapsodit Nikol Preqi, Mjeshtër i Madh. Shiko, sot jam në 75 vjetorin e këtij klubit, një nga rapsodët më unik që ka Shqipëria veriut. Është Nikol Preqi, ne kemi në një 15 vite bashkë që kam drejtuar kulturën, dhe Nikol ne kam pas prezent vazhdimisht në për evente shumë të veçanta që ka pas ansambli Mirdita në Mjeshtër i Madh. Pastaj Nikol është vlerësuar në Mjeshtër i Madh, që na ka ftuar një grup, mund ta marrë si ish drejtues, edhe na ka ftuar sot ditëlindjen e tij në 75 vjetor. Nikol, 75 vite me këngë në buzi, ë? Atjetër. Që fëmijë do, që më parë nënë se duket se ke lënë qytet një lojë. Unë me thënë drejtën kam 75 vjeç sot, por në qershor baj 60 vjeç që jam në skenë. 60 vjeç në skenë. Pra ti ke filluar 60 vjeç i takon. Jam në 60 vjeç. Po. Ke filluar me cilin këngë ke filluar? Unë kam filluar me këngën e Nerës në Ugjok. Nerës në Ugjok kur e qenë në shkollë. Kur kam qenë në shkollë, dhe kam filluar për herë të parë shtator. Kam shku për herë parë, kam shku me mori Frangorti, po. Dhe një kollë për një mansu, dhe kërkonin ta se kush është ky djali ky fëmijë që po këndon. Dhe përfundimisht me thirrje dhe me ftejnë në shtëpinë e kulturës. Atëherë ka qenë territor e Nutusha. Po. Përfundimisht më pyetën a di me kënuar se patjetër po mira shitëri, po dhe tha na kënoj këngë e kënova. Nezën atë amplifikatorin dhe përmarova këta e shumë. Dhe unë po shikoja nga poshtë. Se e kemi regjistruar? Po, se e kishë regjistruar. Dhe po shikoja nga poshtë, kam kanë fut ta mund. Brava, një nga ato regjistrorët e vjetër, unë i kam trujtur aty, dhe ka mundësi ma të tjesh ashtu, po. Do më të ndove kam në ndashtu gjokë. Po, për herë, ma sasoj kam kënu këngën e Dandarosh. Dandarosh. Po. Dandaroshi që unë e kam, kur e ke kënu dhe në skenë vitin 2000. E kam atë, dhe ja u japim publiku të shihni tani, si e ka kënu Nikola Dandaroshi me qiteli. Dani Dajroshi po një djalo viri, i e luftë po banë po me dy okralini, i e luftë me nepshe o me shërdi, i e doja i doni po nja i shulejdi, i e vasë po vjeno një pëlloj noto në shpi, i e se po presu. Qesh i vogël sot u rrita, kur e kënova? Qesh i vogël sot u rrita e kam kënu kur kemi shku për herë të parë në festivalin e Gjirokastrës në 68-ën. 68, po. Po, me këngën e ka bon Gjokbeci, dhe e kemi mësu rrugës, kemi një të natën edhe të mësuar.
Dhe atje kam marrë titullin pionier i art i festivalit kombëtar të Gjirokastës. Se ishte i vogël. Po ishem një fëmijë i vogël. Bile, sot e kërkoj. Nuk e kam gjetur, e kërkova gjithandej, nuk e kam Shkoj gjetur. se e kike me tha njëri, tha, qa kërkon ti, tha, kong në ndel, tha, më duhet e ndeli, tha, po më duhet a një kolli i kesh i vogël, tha, si kam të në atere. Po hashta jo e cilë mund t'i Atë do të bëjmë sot atë. Nuk e di komplet. Ka sa di, po pak do na e thush. Edhe mund ta bëj. Dhe tjetra, pastaj kemi 78-ën, kemi këngën për herë të parë me lautarin Simon Belesh. Po. Lautarit i konë një ditën dhe në Shqipërinë të Veriut Simon Beleshi, dhe në ditëlindja jote. Është një përkim interesant dhe ti ke ftuar sot edhe vajzën e Simon Beleshi. Po. Me të cilën ne do bëjmë, do mundohet ta improvizojmë atë këngë. Por 78-ën ka qenë një nga këngët e bukura domethënë. Po. Me Simon Beleshin edhe me si ka pasur dalla Dranëvesh. Dranëvesh. Po. Dhe pastaj kemi bo, kur kemi qenë top 10, dhe kemi bo me Pranë. Po. Dhe me do të përdojtë me latë. Nga ana tjetër, në festivale, por edhe ato që kemi bërë bashkë, në rritet e dasmën atje, gjithmonë ti ke qenë me këtë akapelon. Po. Më i krahu, ai Krushku që ishte gjithmonë që u bëte si Krush para ardhjen, apo më ditë për, ha? Po. Aty ka qenë për shembull se Krushku i parë ka qenë gjithmonë një shoq, ai që i takonte se ka qenë sipas vllaznisë që kanë qenë, Krushku i dytë ishte Daja dhe Krushku i tretë Miku. Dhe o Daja ose Miku ishin ata të cilët shkote si këngëtar. Dhe u knote kona a kapela. Aq sa di, ka qenë kënu edhe vetën, por fillon të njënë edhe e priste tjetër. Aj zoti shpisë mare po një trimo me flete, ka lëshu e letrat e heu po në përdete, për me marrë more heu një të syzeze, një të syzeze more po një qafë gjëstojre, si po e banë sot more heu dasë me vevojre. Aj zoti shpisë more po ty qoftë për hore. Ja kënga më ja krahut, ma doli zë, apo? Jo, do t'u tregoj një histori për përgjemin e këngës më e krahut. Dhe përfunimisht sa dëgjoj Nikol, tha, 2 veta tha të më e krahut. Nikol një prelen malësit madhe, Po, së nga Malizi, po, se nga Malizi. Tha Nikol Prensi, tha, kam të bisele. Si jeni? Gjitho, ta shi të uli me kolegët toa, të një mundë. Kuar një kompleqi i njëshin vjetë, rrofsh dhe gëzofsh me fëmijë. Ju falemderit. Vizuar Gjergj Marku, të paqim. Let nog steeds met iemand anders. Ook vesting zien met jullie. Dat ben ik wel mezelf. Edhe i shirë të tjerë. Zit kiezen. Ja su i herë. Ik stel je. I shinë jeshtë të bakë babi. Veshtin e qika gjesë. Hajde këshur, edhe këta në fen tjera, bikot, Ju falemderit. frime.
Qërë të Krishti, baba të baftë dhe 100 tjera. Duar, baftë 100 vjes. Ja, qërë të baftë 100 vjesin po. Baba 100 vjes, dhe të tjera pas. Qërë të Krishti, shumë e bashkë. Edhe 100 e veç maksim inshallah. Zuar sak. Ja u festa gjithë të lëzatët e njërësit e familjeve tuja. Gëzuar, dhe vetëm gëzuar. Faleminderit. Gëzuar, mu me dhoni 100 vjetë, për të ju në të pasat. Ma buri që vjesh, ma. Mbështetjet gjithë, është nësi sot, jo vetëm si ish drejtues i kulturës dhe për 16 vite bashkëpunim me Nikol Preshin, rapsodi ikonik i Shqipërisë e përmet, një nga rapsodët më të mirë që kanë nxjerrë vërtet deri ju i vendit, këngëtarjen Demi ansamblit Mirdita, unë e kam pas kënaqësi që Nikol Preshin më ra që të punim me të. Dhe shpesh herë kam thënë, është epoka këngëtarëve të mëdhenj, me zërin e tij ne kemi hapur sa as më të bukura, me zërin e tij kemi dhënë punte të forta folklorike për të thënë se disa rapsodi që vijnë nga Mirdita janë nga rapsoditë më të mira që ka tragjedia kulturore e kohës shqiptare. Dhe rapsodia më mirë ka një emër, si shteti Liria ka emër për Kosovë, rapsodia e Mirditës ka një emër që quhet Nikol Preshi. I do të vijë për Nikolin. Unë e nisë me bisedë me Nikolin, edhe shpesh i thonë Nikol se gjithmonë shumë i shkaftë, i qeshur, i e zgjodh të gjithë trupin kur shkonin në aktivitete ndryshme. Dhe i thënë Nikol si ka qenë kënga e parë. Edhe kënga e parë Nikolës ka qenë qeshku i vogël sot u rrita. Nikol, ne nisëm bisedën aty bashkë, tash do të na kujtosh pak me qytetin. Se tani do flasim bashkë me qytetin. Qeshku i vogël sot u rrita. Ata i gjën pak Nikolën? Nikola ka ftuar disa artistë, nuk ishin shumë artistë, por kanë ardhur ajka e soliste dhe një ftesë më pëlqeu shumë. Është një këngëtare në rrugësh nga ansambli Mirdita, për debata, por mbi të gjitha ka një nuklë lidhje të fortë me Nikol Preshin. Po shtyna në vitin 1978. Kënga thuaj zakonisht që Mirdita nuk ka lahur. Në fakt, ne posim e Preshnikëve, në studimin që kanë bërë,
koleksionistë të mirë, folkloristë të mirë, studius të mirë, nxjerrin që një nga këngët më të para shqiptare që ka lind është në zonën e Mirditës dhe në kreshten e Lezhës, nga studime. Por fakti që Lahuta erdhi në tjetër në 78-ën përmes një instrumentisti virtuos që ka një familje të plot artistësh, Simon Belesh. Ne kemi pru të prenim, hajde prenim. Prena është e pia. Një këngëtare të mrekullueshme. Tani, ajo që është e veçanta, se zëri Nikollës që unë ka pa në mënyrë profesionale, e kam pa në shumë të lesa. Aty është një punimi jashtëzakonshëm, një bukur i Lahutës, është nga më bukur, është një Lahutë e kultivuar. Dhe besoj se ju tani, prena do të bash zani që bandi, e fillon Nikollës artizani vetë, na u bë gati pak, se pasaj në një gjëjnë gjithë, okej? Nikollë, ta prej pak? Dhe ka nxorën disa perla muzikore që u bën emblemat e folkut shqiptar dhe u bën si dush objekte të studimeve të folkloristëve më të mirë të Shqipërisë. Ne ishim pikërisht ta burra dhe gra të Mirditës, me cilin duhet të krenohemi gjithë që na lanë një pasuri trashëgimore të jashtëzakonshme. Ndërkohë që duhet përmend Gjobesi për tekstet brillante që ka bërë poetja Dresat e Shqiptare, dhe një herë kompozuesi i kësaj këngë, cili nuk jeton më, por ky rast një linje është dhe simboli veneracioni për sërë e carë.
Një festival në në tjetë të futën e tisha, të s'ka kam nga mojtë. Unë i kërpej tjetë, gjusës të vitin 2004, interesova Frank Borfin. Nuk ka si farë shqiptari në farë më i mirë se mos shqiptari i pisën e të rritë. Erë një moment që i them Franit, Fran, i kujtova një kam, në moment i fillu në lotë, në skenë, aty kam pa të gu drillës, se këntarët e mirë drillën në skenë. Kështë i zeda, me besoni, i kam pa verë. Frank Borfin më pa të drisë për tekë, dhe është këntari i përgjeshëm i skenës. Edhe nuk ka rëndësi sa mund keshë në salë, nuk jetë dy persona, këntari kënon edhe për dy, edhe për 2.000, edhe për 200.000. Ky është këntari mirë. Dhe i them Franit, Fran, lere lotin, ka një du, kamen o i modë kuqe, dhe ishte gjelatura. Të të kërkejnë pjesët, si isha kuqe, si isha në kërësi, si isha në marë. Por, prik, tani, ka një gjohë, se shpesh herë, disa këtonë të Frank Borfit, i këto të buri këtu. A kështu një kërë, jam korekt me te. Për shemë ti, në modën e kuqe, ma improvizoni pak. Hajde një modë.
Kjo është rëndësishme, sepse nga njerë këngëtarë, një mure këngëtarët e rogët që janë botë sot, prekët e rogët, një pysë në se shkolla më shumë njofin vazhët e stresit se sa të në përrashën në rogët. Por ka një gjotë më absolutisht tani janë të kërë në trenë, dhe janë këto, që i kanë të dhe të Gjojnë ka da dole me e bajnë? I shumë jetë, i do vjen ma për të. Nikol të kanë të shumë. Nërko të një në pranë në gjysës, ka një gjarë, Nikol, ti ke fëmijët në sa kemi bisedu bashkë në shumicën për e këtyre i njohë, kam konsiderat të lartë për ta, absolutisht, por janë në emigracion. Pra, dhe kur lidhen bashkë, se ato është e korpit, momentet tila na tregojnë për familjet të konstiturë, familjet e mbaja, familjet që në rrasët tila pra ne në lidhen rreth babës e nanës. Unë e kam nanën gjallë, dhe ajo që më mba në fshatin lindur, sot është thjesht në hajnë që shtë. Kështu që e këta, në prej lartë, Nikol për ty, argësimi matur i shtë të bashkë, dhe i pas e vërtet të mirë, janë vërtet të mirë, dhe shtatë lartë, ka e zetë më në i shofë të pikarën dhe dhe misnikë. Bakës për më shumë, kështu që e pa e gjithë të tyre, tani që të gjëmë një kampë të dedikuar gjysë e cekën për mërgjimit. Dhe këtë pjesë e vërë shumë, pjesën e mërgjimit, sepse unë kam 3 fëmijë, një e kam në Shqipëri dhe 2 i kam në mërgjimtarë. Dhe e vuj shumë. Dhe Kërvanga është një amanet që kur Shqipërinë mos e harroni. Na
te Nikola për spacion e këngëve të tij, muzikës të tij, dhe unë besoj që çdo këngëtar nuk mund të harrojë trungun e vet, nuk mund të harrojë njerëzit e vet, nuk mund të harrojë fëmijët e vet. Dhe Nikola mund ta përfshin më shumë se nasi këngë, dedikimi për fëmijët. Çfarë ta thonë? Fëmijët e mi, ha? Okej. Atëherë do ta dëgjojmë Nikolën duke kënduar, e në kohë që gjithë ju do të shohni këngë. Okej? Atëherë, hajde Nikola. Unë kollë nuk e kam vetëm kolek, e kam shok të babës tim, e kam edhe kumarini. Shoqëroj gjithë mirët familjarisht. E kam edhe me këto kohë të punë për mirët të nësë. Kini dhënë e marë, si dhe marë.
dishëm për shumë për të të vendojnë e Nikol. Kush është Nikol Preshi? Nikol Preshi një djalë i mirë, jeri punëtor që është 12 vjeç të punuar në marrë me majtë shpinë, me familjen ashtu. Dhe Nikoli vjeku të pa. Nikoli mjeshtër i madh i këngës popullore. Mjeshtër i madh i mekanikës, mjeshtër i madh i rakisë, mjeshtër i madh mjeshtër, domethënë ka shumë kime që mund i vendosë është Nikol Preshi. Mjeshtër organizimi për atë. Është me marë. Pra ne me këtë atë mos me se mos me morë dy dhe votarëve këto tjera. Unë falenderoj edhe atë grupin e mjeditës, gjysën, Becë, Brenën, atë një qëndime, edhe që tregojnë vlera për grupin mjeditor. Tu një vlerë veçantë mund të thëmë edhe për qërë. Gjithmonë ku i ka rritë vlera grupit mjeditës. Dhe duhet jo me e qitë person, po me mbajt dhe në kohë vështirat. Do në qëtë kohë t'jeme fërmonë. Me këras, i rojë Nikollit 70 vjetori, bashkë me Marën, dhe Mara i ka majtë krahun e gjatë, ka që krahun e gjatë i Nikollit. Unë i jafë kërë, të 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 shokë i imi, sa qatë tjetë të kërë, kërë të të që kërë të arrukatime. Edhe unë të ashtë përfundaj, purime, gzime, edhe faqen e parë Nikol e Gjergj e grupit mjeditor. La
Sot ka luajtur një ditë shumë bukur me Nikollën, 75 vjetore Nikollës. Nuk e di a ke marrë emocione sot Nikollë? Të thënë drejtën, në të gjithë kohën që kam hetë me artin, me kulturën, me shoqërinë, edhe me ju si drejtor, një ditë shumë e veçantë për të që mbylla një kapitull të madh, që është shumë i nderuar dhe respektuar nga shoqëria, po sidomos fëmijët e fëmijëve dhe një armatë e madhe e jetës, e kulturës, e fëmijëve dhe pjesë që është përforshme. Po, tani shpiko, 75 vjeç, tani ti ke sot e ke kënuar. Po. Dakor? Edhe ke qenë si ai djalë i ri, i para qysh 66 që ke filluar. Dakor? Tani isha dhejshme me të puna këto. Se të themi 75, është si puna ujë që rrjet. Po për e ka punë të kim kroj këtu, mbaj vend që edhe ky lokal për herë të parë, të ardha të borë, po ti të bërë një aktivitet të rësit atëherë atje. Se mbaj vend dhe ke kënoa kapelo, ma kënoa paka kapelo këtu, ta mjullit me te. Bravo Nikollë, ishte mbyllë më bukur dhe Nikolla, jo 75, po të vazhdoje duke kënu këngën më i krau edhe në 100 vjet. Të uroj Nikollë me gjithë zemër, dhe të uroj në emër gjithë aktivëve të Rigjitit.